Bismillah. Një vajzë, duke shpreh ato problemet e saj familjare, një lutje, Zoti ta mundësoft një bashkëshort të hajrit. Përgjigja, nuk ka hajër tek burrat. Pra, burrat janë gjithë një lloj. Pse? Sepse kjo, kur kishte qenë e vogël, babai i saj ishte ndarë me nënën e saj. Subhanallah. Fëmija pra e ka përjetuar atë moment shumë keq, shumë rënd. Dhe patjetër i tillë është, vllai i nderuar, motër e nderuar, në çdo veprim që bën, mendo për fëmijët e tu. Mendo pra se si e përjetojnë ata. Dhe mos harro se një prej cilësive të banorëve të xhenetit është edhe se ata u afalin gabimet njerëzve. Wal afina anin nas, dhe ata që i falin njerëzit. Prandaj, nëse ndodh që bashkëshortja gabojnë, mendoni edhe për fëmijët tuaj. Le të jetë midis jush këshilla. Dhe bojeni këto për hir të Zotit gjithësisë. Imagjinoje një fëmijë i cili rritet pra në një familje ku prindrit din të diskutojnë, din të menaxhojnë situatat. Ata do ta mendojnë jetën më bukur, më ndryshe. Vajza do të mendoj kur të rritet pra të krijoj një familje, të ketë lumturi e me radhë. E nëse ju të dy nuk arrini të menaxhoni situatat, nuk arrini të menaxhoni problemet, ka pra zënka, grindje, sharje, ofendime, goditje, atëherë edhe ajo pra do ta mendoj se të tillë janë burrat, pra nuk ja vlen me mendu fare për martesën, ndërkohë që realiteti mund të jetë krejt ndryshe. Prandaj, reflekto, ndrysho, mundohu të përmirësosh veten. Zoti ju rujt.